Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për të komentuar dhe për të folur pak mbi Neda Ballukun, Ogren Ballukun dhe ndarjen e tyre pas 10 viteve. Çfarë e shpyu Nedën drejt ndarjes, edhe pse në emisionin Goca dhe Gra ishte bërë një ëm, koleksion videosh ku Neda vetëm 3 muaj më parë fliste fjalët më të bukura, fjalë miradije për martesën me Ogrenin, por pas 3 muajsh kjo martesë përfundoi dhe kjo martesë tash është në gjykat për divorc. Martesa 10 vjeçare e opinionistes së njohur Neda Balluku me Ogren Ballukun, vëllau i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ka marrë fund zyrtarisht. Ajo që fillimisht u përfol si thash e them portalesh, u konfirmua pak ditë më vonë, duke marrë vëmendje të madhe në publik edhe në media. Vendimi për divorc nuk ka qëndruar me vetëm në nivel lajmesh, por është shndruar në një proces ligjor të konkretizuar. Kërkesa padia civile për zgjedhjen e martesës është depozituar në gjykat dhe është regjistruar me numrin rëndor 170.084 përmes shortit elektronik. Gjyqtarja që do të shqyrtoj çështjen është caktuar Majlinda Doga. Ajo që e bën procesin më të qetë edhe pa konflikt publik është se fakti se Neda dhe Ogreni kanë firmosur një marrëveshje mes palëve. Sipas dokumenteve gjyqësore, marrëveshja përfshin ndarjen e pasurisë, detyrimet e secilës palë dhe vendimet kryesore që lidhen me fëmijët. Do me thënë, gjyqtarja Majlinda Doga është gjyqtarja që do të ketë procesin padin civile të Neda Ballukut dhe Ogren Ballukut, do me thënë ndarjen e tyre. Tani, si pas një shortit elektronik, do me thënë numri rëndor është 170.084 dhe ajo që e bën, do me thënë ndarjen që tjetë pa konflikte, të jetë një ndarje e qetë, është ky fakti se Neda dhe Ogreni kanë përzgjedhur që të nënshkruajnë një marrëveshje që në mënyrë shumë paqësore të ndajnë edhe pasurinë mes tyre, do me thënë 50 me 50, detyrimet e secilës palë si të Nedës dhe të Ogrenit për vendimet që lidhen me fëmijët. Ky konsensus e kthen divorcin në një proces formal të shpejtë dhe pa tensione ligjore. Pas shpërthimit të lajmit në media, Neda vendosi të prononcohet për herë të parë në emisionin Goca dhe Gra me një rrëfim emocional. Ajo pranoi se ishte vetë ajo që kishte kërkuar divorcin. Nuk është era e parë që jam në këtë situatë, thot Neda. Prej shumë vitesh marrëdhënia nuk është e shëndetshme. Fëmijët e mi meritojnë qetësinë edhe lumturinë. Fjalët e saj konfirmuan atë që deri atëherë ishte vetëm një hamendësim. Çifti ka qenë i ndarë prej kohësh dhe larg syve të publikut ka kaluar një krizë të gjatë në martesë. Do me thënë, Neda është munduar dhe Ogreni ta mbajnë të mbyllur këtë historinë e dashurisë, por sipas Nedës, çifti është i ndarë me kohë. Do me thënë, pa marrë parasysh që Neda i fliste ato fjalë të miradije, ato fjalët e bukura për martesën, për marrëdhënien, për dashurinë me Ogrenin, çifti është i ndarë. Historia e tyre nisi me bujë në vitin 2010, pas daljes nga Big Brother Albania, kur dyshja u shndrua në një nga çiftet më të komentuara të reality show-t. Për një dekadë ata ndan jetën familjare, famën edhe vëmendjen e mediave. Por sot historia e tyre po mbyllet në qetësi, larg polemikave dhe zhurmës publike, me një marrëveshje të nënshkruar dhe një proces gjyqësor që pritet të përfundojë shpejt. Divorci i Nedës dhe Ogren Ballukut është një shembull i një ndarjeje të rritur, pa luftë juridike dhe me fokus tek fëmijët. Tani çfarë pritet më tej është kjo pyetja që ndoshta më së shumti e bën publiku. Sipas burimeve, seancat do të jenë kryesisht formale dhe vendimi i gjykatës pritet të vijë pa vonesa të mëdha. Nëse marrëveshja mes palëve nuk ndryshon, Neda dhe Ogreni do të finalizojnë zyrtarisht fundin e kapitullit të tyre familjar pas 10 viteve. Do të thënë gjithçka që thuhej, gjithçka që Neda fliste në raport me Ogrenin ka qenë thjesht një mask në fytyrë apo një fasadë, sepse raporti i tyre ka qenë i prishur vite më herët,
por Neda është munduar ta rikuperon, por nuk ka gjetur dot zgjidhjen. Mua më vjen shumë keq që dashurit përfundojnë në këtë rrugë, por uroj me zemër që fëmijët të rriten me dashurinë e prindërve dhe Neda njëkohësisht edhe Ogreni të gjejnë paqen aty ku shpirtrat e tyre meritojnë.